Festivali ndërkombëtar i monodramës vjen këtë vit në 21 vjetorin e tij. Në këtë edicion, i cili do të çelet në 23 qershor, do të jenë pjesëmarrëse 8 trupa teatrale nga vende të ndryshme të botës, që sjellin shfaqjet e tyre në Shqipëri. Si vit vinë nga gjithë vendet, ka shtrirje të madhe në fakt, kemi 8 grupe që do konkurrojnë. Kemi grupe që vinë nga Greqia, Kroacia, Ukraina, Polonia, Amerika, kemi një që performon nga New Yorku, 8 grupe gjithsej. Këto 8 grupe ditën e parë do të hapim në Pallatin e Kulturës Maliqit, i cili është në ndërtim. Do ketë një shfaqje që ne kemi në politikën e festivalit, që duhet kemi dhe një shfaqje shqiptare, prandaj se përmenda në fillim, është shfaqja shqiptare që vjen nga Fieri, një vajzë nga Fieri që performon Medea. Me atë do të hapim festivalin e monodramës dhe pastaj do vazhdojnë Pogradec. Si vjet ne kemi një bashkëpunim me Bashkinë e Pogradecit për ta bërë së bashku me bashkinë tonë festivalin e monodramës. Ky festival vjen me qëllimin e promovimit të turizmit, ndaj shtrihet në të gjithë qarkun. Festivali ndërkombëtar i monodramës ka nisur si një iniciativë e regjisorit dhe aktorit të mirënjohur Dimitër Orgocka, ndërsa vijon si një organizim i Qendrës Kulturore Dimitër Orgocka, nën kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë Maliq Gëzim Topçiu dhe me mbështetjen e bashkive Korçë e Pogradec.